Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vlerësuar si një moment të rëndësishëm politik protestat e organizuara nga opozita, duke theksuar se pjesëmarrja e qytetarëve brenda dhe jashtë vendit përbën një mesazh të fortë kundër qeverisë. Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se mobilizimi i protestuesve dhe rrethimi i godinës së kryeministrit tregojnë sipas tij se qeveria po përballet me një krizë besimi dhe se kryeministri Edi Rama ndodhet përballë një situate të vështirë politike. Manifestimi dhe rrethimi epik i epicendrës së krimit është një arritje historike, e cila e bën të pashpresë, e bën fundekrye të pashpresë sundimin e Edi Ramës dhe të mafjes së tij në Shqipëri. Duke folur për zgjedhjen e krizës, kreu demokrat përsëriti propozimin e tij për ngritjen e një qeverie teknike, e cila sipas tij do duhet të përbëhet nga figura profesionale dhe intelektuale jashtë politikës aktive. Ndaj dhe thirrja ime, krijimin e një qeverie kujdestare, jo të forcave politike, por të përbërë nga ekspert dhe njerëz përgjegjshëm, që i rikthejnë Shqipërisë dhe shqiptarëve votën e lirë dhe bëjnë që ata të zgjedhin njerëzit që duan me votën e tyre. Ai bëri gjithashtu thirrje të mbështetësve të opozitës që të vijojnë pjesëmarrjen në protestat e ardhshme, duke mos u ndikuar nga siç i cilësoi ai përpjekje për të dekurajuar aksionin opozitar. Të vazhdojnë protestën më të fuqishme që ka njohur vendi në misionin e madh shpëtimtar ndaj vendit dhe kombit, largimin sa më shpejt, sa më parë të Edi Ramës. Gjatë konferencës, Berisha komentoi edhe zhvillimet e fundit në arenën ndërkombëtare, përfshirë vizitën e kryeministrit Rama në Francë. Një takim drek në Elysee midis presidentit Emmanuel Macron dhe Edi Ramës. Është për mua jo normalisht mund të përgjigjesha që nuk kam një koment dhe vërtetu nuk di qëllimin. Por di një gjë, në traditën e pallatit Elysee, drekat janë, si të themi, eventet për të shprehur haptas mendimet e veta Franca ndaj të ftuarit që në rastin e drekës i jep privilegjin e një të ftuari në drek. Berisha vlerësoi rëndësinë e qëndrimeve dhe rezolutave të miratuara nga Partia Popullore Europiane.